Kosovës e kuptojmë nga materiali në vazhdim. A keni me dalë të shtunën protest për shtrejtimin e rrymës? Jo. Pse? Po thjesht, shumica e popullit, 40% e ka votu këtë qeveri, le ta bëjnë, megjithëse do të ishte drejt me arrit aty në 40% e na që si kemi votuar, mos me ne arrit, ose na s'kem faj. Ata kanë faj, ata kanë votuar, e kanë ditë këtë punë. Dhe që është paradoksi? Paradoksi është ai, po të tash janë rrit ato çmimet, parametrat e bartjes e të tjera, pse ti kur ke thonë kemi azvërit rrymën, pse nuk theshin atëherë, nëse vin parametrat e rritën, po kështu jo, atëherë theshin kemi ullë çmimin, ta po rritin çmimin, po thënë parametrat. Ta pse di kanë parametrat që janë, nuk e di. A isheni të duhura protestat e tilla kështu për shtrejtim të rrymës në këtë rast? Po mendoj se jo të tilla të vogla këtu, se duhet bëhen protesta që mund të mirën parasysh. Pasi kush më marr parasysh që kjo qeveri që si ka marrë kërkon parasysha? Në protest për shtrejtim të rrymës. Besoj. Sa? Që është mot. Po a ka me ndiku keq te ju kështu, a është e përballueshme shtrejtimi i rrymës? Po nuk është e përballueshme, po s'ke çka i bën. Kjo më shumë politike se meritore, apo se kanë nevojë. S'kanë nevojë me shtrejtu, po me shtrejtu. Ti me thonë kujtë. A shihni të duhur organizimin e protestave të tilla? Po, është protesta duhur e pa duhur, ajo është demokratike, që ka dojnë me bëhu, ajo është e lejume në krejtë botën, rruzën të këtur. Demokratë ku egzistojnë. Se jo, do të me kërkuar. Veç një. Fëmija pa qajt nuk e merë në unë e vetë. Që ajo është protesta. A e kuptove fjallën? Do me thonë, ju po menoni që ka më arrit qëllimi i protestave dhe i protestuesve? Do të më arrit, pa tjetër. Do të më arrit, pa tjetër. Do të më arrit. Sikur të isha mire, isha dalë, pse jo. Unë e qëta është i rrëta 5 vishtre. Pa i keni dëgju familjarët ajo në anku? Jo, i krejt valaj po bëdi hova. Qa po thojnë familjarët? Familjarët po thojnë nasë mëj me jetu kështu heq. Shtretimet e mëdha, veç rrogat e vogla, qështu imi tha në gjendje ma të keqen. A pinimani ju diaspora qytetarëve të Kosovës? Po që na mësë një muë pasha 20, ata vinë i shkelin edhe bubrecat. Po, vasha zotin. Unë që 55 vjetë jam atje. Vijem për një vijë i madhe i vogël ka më dalë në protest. E ju a keni me dalë? Po unë si jam këtu, se edhe unë e dalë. Edhe unë si t'jam këtu, kismet kime po që du me ta. Deri të shtunën, a e këtu? Ja, të shtunën, shkajve. Dolim familjarët? A kismet, një i vogël i madhe kanë me dalë për jo, me vetë. Jetë. Se? Për kur gjo. Për kur gjo heq. Pa e keni pa vendimin për shtrejtimin e rrymës, qysh për ju do këtë? Qa me po? Vetë vendosin. Qa me po? A është e përballueshme? Për mu, po më varet për bugjetit njerëzve. Për dikon po, për dikon jo, për dikon mesatarisht. E për juve kështu si familje? Mirë, nuk ka keq. E përballueshme, për mu e përballueshme. Do me thonë, e keni mirë pritë që të vendim, a? Ku mirë prit, po e përballueshme, s'ki që ka banë. E pëse s'po dilin protesta? Qa me donë protesta, atë vetë kush? Atë vetë kush? Qaj është qëllimi i protest? Pa atë vetë kush? Po ta është ti dush me dalë, me provuar? Po kanë dollë 100 herë, kur kush kërkon se ka vetë, as vetë. Ato harrej e pikam. Së dhe 100 vjetë. Veç kanë vendosin, u kryoja. E familjarë që është një, qëfar menimi kanë pas për që të vetë? Jata se cili mendimin e vete kanë, unë e fola ta, më për tjerë s'po më interesan. As për familjarë s'po të interesan? Keq s'po më interesan për kërkan, veç për veti. Me në kone edhe tonë herë dalë. Të shtunën a keni me dalë? Po, që të mundën dilën, të honën, qatë në thirin dalim. Po kur gjës po bojnë, që t'jo problemi. Dalë me klejt një nejti numër. Po, e që keni përballu shtrejtimin e rrymës? Halo se kena provu sa vje. Nuk është mirë që përshtrajtojnë.
A keni dalë në protesta ajo? Jo, E a keni me dalë? në është nësë jam, nuk e di. Çka po menani për çit vendimin mu shtrejtu rryma? Për le të rritin pagat, pensionet, le të shkojnë si baraz. A është e përballueshme për juve? Jo, për kërkan. E pse s'po dilni në protest? Po, plak jam, lo. Jo, jam punë. E nëse si ishit kohë në punë, a ishit dalë? Po, s'qysh jo. Hirave tira e një dalë? Jam dalë të premten? Okej, që shkeni kalu? Mirë. A menon që ka me arrit qëllimin e vetë protesta? Jo. Se s'po na ngoj. Por kur gjo asë një protest, kur s'ka funksionu. Çka duhet me bo ma shumë që me funksionu protestat? Me dalë sa numër ma të madhe dhe me shpresu, s'ki që ka bën tjetër. Me shpresu. A ka pas numër të madh të pjesëmarrësve në protest kur ke qenë? Po, jo dhe sa u prit ma shumë. Po, qa me bo? Qysh e keni pa këtë vendimin për shtrejtimin e rrymës? Negativisht, shumë keq. Se tash kur i shtrejtojt rryma, shtrejtojnë këtë senet me ushqe, me kafe, me ku do që shkon, gjithë s'ka shtrejtojt, gjithë s'ka me rrymë. Veç nafta që nashta nuk shtrejtojt, këtë tjerat shtrejtojnë. E sa menon që është e papërballueshme dhe e vështirë për qytetarët e Kosovës? Ekstrem, se tash, kur shtrejtojt rryma, shtrejtojnë kredi, kur që jeton me 300-400 euro, i shtrejtojt me buk, me marketa, me kafe, me krejt, a vëden.